Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9. Kosova dhe Serbia janë pajtuar që të funksionalizojnë Komisionin për personat e pagjetur gjatë luftës në Kosovë. Këtë ka konfirmuar kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi. Marrëveshja u arrit pas takimeve pothuajse maratonike që ndërmjetësi evropian Petër Sorensen zhvilloi ndaras me të dy kryenegociatorët. Ky ishte takimi i parë në nivel kryenegociatorësh gjatë këtij viti, i cili u zhvillua pas vizitës që Sorensen realizoi javën e kaluar në Prishtinë dhe në Beograd. Për BE-n, një takim në nivelin më të lartë politik mbetet i mundur sapo të formohen institucionet e reja në Kosovë. Presidentja vendit Vjosa Osmani ka nënshkruar në Davos kartën e bordit të paqes, një iniciativë ndërkombëtare udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu, Kosova është bërë njëra nga 19 vendet nënshkruese dhe antare themeluese e këtij mekanizmi për paqen dhe rindërtimin e Gazës. Presidentja Osmani ka theksuar se antarësimin e organizata ndërkombëtare të paqes, veçanërisht ato që udhëhiqen nga aleati strategjik i Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, forcon sovranitetin dhe pozitën ndërkombëtare të vendit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti është ftuar në shtëpinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Davos për të marrë pjesë në një diskutim mbi besimin dhe udhëheqjen në kuadër të shënimit të 250 vjetorit të pavarësisë amerikane. Ai ka folur për rëndësinë e besimit dhe udhëheqjes, duke ndarë për vojat e tij. Në platformën X, Kurti ka shkruar se ka folur për besimin si shtyllë kryesore e shërbimit, sakrificës dhe unitetit shoqëror, duke u nisur nga përvoja e tij si i burgosur politik në Serbi gjatë luftës deri tek roli aktual si kryeministër i Republikës së Kosovës. Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë ka njoftuar se takimi i dytë i ministrave të jashtëm të platformës së paqes së Ballkanit do të mbahet sot në Stamboll me organizim dhe mikpritje nga ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan. Në këtë takim pritet të marrin pjesë ministrat e jashtëm të vendeve të Ballkanit të ftuara, duke përfshirë Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi, Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë. Qëllimi i takimit është të forcojë dialogun dhe bashkëpunimin real për sfidat e përbashkëta, për të ndarë përvoja dhe për të nxitur paqen dhe stabilitetin në rajon. Ndrojmë temë të informacionit. Në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, po vazhdo numërimi i fletvotimeve sipas listës së vendvotimeve për të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim që të rinumërohen. Deri më tash janë rinumëruar rreth 1200 nga 2557 vendvotime. Sipas njoftimit të KQZ-s, procesi i rinumërimit është përmbyllur plotësisht në 11 komuna. Shtatëdhjetë vjeçari nga Podujeva, Hazir Haziri, i cili ditë më parë është liruar nga burgu i Serbisë, thotë se u mbajt padrejtisht për 4 muaj, ndonse asnjë krim nuk e kishte kryer. Ai ka treguar se gjatë kohës së qëndrimit në burg ka pasur provokime, madje thotë se një herë kishte problem me njërin nga të burgosurit serb, gjë që ka bërë që të mos dalë nga qelia e tij për 5 muaj. Aziri pas lirimit nga burgu dhe kthimit në shtëpi ka përcjell një mesazh për të gjithë shqiptarët që të mos kalojnë nëpër Serbi. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe informacionet më të reja, takohemi në edicionin e orës 11. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.